vërtet që Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi fron duke drejtuar çdo gjë. S'ka ndërmjetës tek ai, përveç se me lejen e tij. Ky është Allahu, Zoti juaj, andaj adhurojeni atë. Vallë, a nuk po mendoni? Tek ai do të ktheheni të gjithë. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Në kozmos, çdo send i lëvizshëm tërheq dhe tërhiqet. Graviteti është ngjitës i gjithësisë. Ai tërheq gjërat ka njëra tjetra e ato mbeten në tokë. Ai rrotullon hënën rreth tokës, planetet rreth diellit dhe yjet rreth galaktikës, ndërsa galaktikën rreth gjithësisë. Në mungesë të kësaj force, gjithçka në gjithësi do të shkapërderdhej, ndërsa me planetet do të ndodhte një kaos e yjet dhe galaktikat nuk do të ekzistonin. Deri në shekullin e 17 të erës sonë, tubimet shkencore pranonin mendimet e filozofëve të vjetër grek se yjet janë të ngjitura në një sferë kristale. Atëherë, shkencëtari anglez Isaac Newtoni zbuloi forcën e gravitetit dhe ndikimin e tij në sistemin kozmik. Në ajetin vijues, Kurani fisnik flet qartë: Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Qoftë i lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti suprem dhe që është i fuqishëm të bëjë çdo gjë. Ai i ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Ai është i plot fuqishmi dhe falësi i madh. Ai ka krijuar 7 qiej, njërin mbi tjetrin. Nuk mund të gjesh në krijimin e të gjithë mëshirshmit kur far ceni. Hidhe vështrimin. A sheh ndonjë plasarritje? Pastaj hidhe sërish vështrimin. Sytë tu do të kthehen të lodhur e të molisur. Ne ju a kemi zbukuruar qiellin më të afërm me yje të shkëlqyeshme dhe i kemi bërë ato si predha për të larguar djajt, për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjarr. Forca e gravitetit është e padukshme për syrin, edhe pse shkenca ka zbuluar proporcionet e saj dhe llogaritë sakta. Forca e saj është e lidhur me masën e materjes. Prandaj, forca e saj qartë tregon vetëm në dimensionet e gjithësisë. Masa e madhe e tokës pengon gjërat që të largohen prej saj, siç ndodh me kozmonautët kur largohen në gjithësi. Ajo masë është shkak i rrotullimit të hënës rreth tokës. Masa e diellit e mban sistemin diellor në një rend të tubuar harmonik. Masa e galaktikës mirëmban rendin e yjeve, përderisa masa e një grumbulli të galaktikave i mirëmban galaktikat, kurse yjet me masën e tyre mbajnë të tubuara galaktikat. Gjithësia përbëhet nga trupat me peshë të ndryshme, të cilët, me forcën e gravitetit, bëjnë tërheqjen e trupave më të vegjël. Ky përshkrim i thjeshtë i forcës së gravitetit dhe ndikimit të saj në trupat qiellor shpjegon kuptimin e ajetit: Allahu i mban qiejt dhe tokën që të mos zhduken, e nëse zhduken, s'ka askush pos tij që mund t'i mbajë. Ai është që nuk ngutet, është që fal. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم